Gjykata e Fierit ka lënë në masën e sigurisë arrest me burg Milazim Ramaj pas ndalimit të tij me 11 tetor. Policia e vuri në ndjekje Ramajin pas një denoncimi dhe strukturat hetimore operacionale organizuan menjëherë patrullimin dhe që përfundoi në kapjen e tij, teksa po udhëtonte me mjet. Gjatë kontrollit fizik ndaj tij, uniformat gjetën dhe sekuestruan një pistolet që rezultoi me posedim pa leje, si dhe një shumë prej 3500 eurosh. Hetimet më tej quan në kontroll e një shtëpie të pabanuar në lagjen Kastriot e përdorur si dyshohet si magazin armësh. Në ambientet e kontrolluara, forcat e rendit gjetën një sasi të konsiderueshme arsenali dhe materialet e tjera që tregojnë për depozitim dhe përgatitje për trafikim armësh. Në listën e sendeve të sekuestruar përfshihen 10 armë zjarri automatike, 3 prej tyre të modifikuar me shënjesër optike dhe me vend për silenciator, një pistolet automatike, 2 silenciator, 9 karikator për automatik, 3 karikator për push, 2 kryera pistolet dhe sasi të ndryshme fishekësh me kalibra të ndryshëm. Burimet zyrtare nënvizojnë se karakteri i armëve dhe modifikimet e kryera sugjerojnë që ato mund të jenë ruajtur për shitje në tregje kriminale, duke theksuar rrezikun për sigurinë publike nëse do të shpërndaheshin tek grupet e tjera të organizuara.